Lotion My Friends. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My Friends. Përshëndetje dashur, sa bukur e thek të theksin francez. Po, vetëm këtë ditë Se theksoj. sot vetëm ti je franceze vetme, ne ishim dhe dy latin, por jam vetëm unë tash, kështu që jemi kop në kokë një latin dhe një franceze. Sot do të jem vetëm me Arbri në fakt, sepse Lei nuk do të jetë në program sot për një arsye familjare. Urojmë shërim të shpejt të afërmit të saj, por do të kemi situata, do të kemi diskutime, do të kemi pardon ra my friends ra sot, sepse besoj do të flasim lirshëm për shumë gjëra që kanë ndodhur këtu. Ta marrim atë fiqfiqen me vete se si ti çfarë të themi, çfarë të themi. Po ta marrim se s'bën, se jo. Cili ishte momenti një herë nga dje që të pëlqeu më shumë nga Prajmi. Ta nisi me këto pyetjet. Nuk di të them për pëlqyeshmëri, por di të them që do kemi shumë, po besoj shumë për të folur sa i përket takimit të Eglit dhe të Olsit. Po, do të flasim gjëre gjatë në pjesën e dytë të programit, do të jetë Foni Elia, i cili është ekspert i gjuhës së trupit, e ka studiuar atë, dhe nisur nga komenta apo artikuj të publikuar sot sa i përket le të themi një sikleti ose një tensioni që mund të kishte mes tyre, Foni do të na sqarojë gjëre gjatë dhe do të na shpjegoj se në cilat situata mund të vrej pak tension mes takimit të dy ish të dashurve. Interesante ishte që ndërkohë që ata të dy po flisnin dhe në koncept po sqaroheshin, ishte Gjesni në sfond që ju hap goja se po i vinte ose po kruan të thonjë. Kështu që edhe për këto gestikulacioni human do na tregoj Foni më pas. Gjuhën e trupit. Po ashtu do të kemi Bruno Shemsho, i cili her pas here komenton Big Brother në programe të ndryshme televizive, sot do të vinë në radio për të komentuar situatat që ndodhen nga mbrëmja e djeshme, për të diskutuar për finalistin në pjesën e dytë. Do të na bashkohet me anë të një lidhje telefonike dhe Ilnisa Agolli, e cila jo vetëm që e suporton Laertin, por është dhe një nga miqtë e saj, kështu që do t'i thot dy fjalë dhe Ilnisa për Laertin në pjesën e dytë të programit. Pra kemi shumë gjëra për të diskutuar sot, por më e rëndësishmja është që do dëgjojmë dhe muzikë të mirë, sepse jemi në Top Albania Radio dhe si për herë dhe fjala i mbetet edhe muzikës. Kështu që I Adore You është tani. I Adore You. Mona po ti e di se ku do jetë ky DJ apo? Po hama. Eagle Beat Festival. Lore tani. Një hallakatje si ato që të pëlqejnë ty, Të gjithë ata që duan ta ndjekin në live në Eagle Beat Festival, që është një festival edhe i mbështetur media partner, Top Channel, Top Albania Radio. Aty ku transmetohet muzika më e mirë. Kështu që keni shumë propozime, festivale, koncerte, evente shumë të bukura artistike, të cilat gjithmonë janë suportuar nga Top Albania Radio, por ju e dini që arti i mirë dhe koncertet e bukura i bëjnë shqiptarët bashkë, i bëjnë po ashtu që t'jenë mirë edhe mendërisht, sepse sipas një studimi Arbor, nëse ti shijon koncerte në ambiente të hapura me muzikën tënde të preferuar, me njerëz rrotull dhe je goxha i shpenguar, të bën shumë mirë për shëndetin tënd mendor. Të mos ma thuaj mua se unë jam njeri që shpenzoj fundjavët e mia në koncerte në ambiente të mbyllura ose të hapura, po thoja vetes po ti ku e di ç'bëj në fundjavë. Kështu që dilni, A argëtohuni sa më shumë. kam lënë koncertun pa parë, thua ti? Ja. Jo, është realisht për Tiranën është fat i madh që po fillon dhe po lëvizin, po zgjejnë kaq shumë festivale, kaq shumë artistë huaj. Ndoshta për ata që janë mosha më të reja tani ju duket një gjë normale, kjo në fakt se jetojmë në një botë shumë globale, por për neve që jemi duke u ashun çika, duke u pjekur doja thoja, domethënë përpara nuk është se ishte një gjë kaq normale për Tiranën dhe për Shqipërinë që të kishte kaq shumë festivale dhe kaq shumë artistë huaj që vinin dhe vizitonin, kështu që ky është një realitet i ri dhe shumë i bukur që artistë që bëjnë festivale dhe koncerte në të gjithë botën tashmë ndalojnë edhe sidomos edhe në Tiranë për publikun shqiptar. Ke ndonjë kështu të preferuar përveç? Jo, e di çam kujtohet se tani ndërkohë që po thoja këtë, më kujtohet diku nga viti kam përshtypjen 98 në mos gaboj, erdhi për herë të parë që vinte një artist, domethënë nga të parët, që vinte një artist i huaj i famshëm, ka qenë DJ Bobo në atë kohë. Po, tek sheshi, It's My Life, këngë e vet, dhe ishte super full dhe ai besoj ka qenë koncerti më i madh që ka bërë DJ Bobo në jetë vet. Dhe ishte një eveniment i jashtëzakonshëm që vinte. It's My Life.
Po, ka një këngë It's My Life, një këngë shumë. Është një tjetër It's My Life, ose ka diçka po. Jo, It's My Life. Kjo është tjetër. Kurse ky e kishte It's My Life. Okay, po. Stop the Luli. S'po këndoj se ata që na dëgjojnë nga makina ose do bëjnë. Se kemi pasur Stop the Luli, Stop the Shuli. It's My Life. Sa të lezetshëm kemi qenë gjimnazist në 98-ën. Unë të paktën se ti duhet të kesh 3 vjeçare. Po, unë kam qenë më i njohur akoma. Ke qenë i Vockë, i njohur. Përveç të gjitha eventeve artistike, ju e dini që diskutohet shumë Big Brother, edhe le të themi është një nga hapësirat e cila ka më shumë vëmendjen e audiencës. Kemi filluar tani të na komentojnë dhe ne, pse the kështu, pse tha ashtu, pse mbron këtë, pse mbron atë. Shqyr që ka mbetur dhe pak dhe po maron se Ledioni po bie, po ikin ato pak kile që kanë mbetur, kështu që po vazhdoj akoma dhe shumë. Ti Arbër je dëshmitar që ne përveç humorit këtu nuk kemi marrë shpatën dhe të mbrojmë apo të ulim apo të ofendojmë dikë, përveç pavarësisht njojeve apo miqësive që kemi me një pjesë të banorëve aty, kështu që në punë jemi shumë transparent dhe pas pak që do të na bashkohet Bruno. Ai mund t'i bjerë kujt të doj, por ne të dy jemi shumë profesionistë. Gjithmonë, pavarësisht kënaqësive, dëshirave dhe mirësive tona. Që të flasim hapur, domethënë. Por siç e vutë re, as Niko nuk është sot këtu me ne, sepse ndodhet në Seladik, por nuk ka nguruar të na dërgoj videon e tij sa i përket gocave të veshura më mirë. Kështu që kemi një top 3-she, të cilën do ta transmetojmë pak më vonë dhe do ta komentojmë bashkë. Arbër, ndërkohë shkëputemi me pak publicitet. Do ulja volumin nëse e ke të lartë aty. Ke një mrokull. Lëvizat e mrokullën. Drejtoresh teknike. Lëvizat e mrokullën. Ej, Bruno Shemsho në Top Albania Radio, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Më pëlqejnë shumë komentet, je ti, Artioni, Mardiola, Olta, po ashtu. Ta ndihesh me fat sot njerëz se ti edhe dy çuna, se përgjithsisht. Patjetër, gjithmonë. Edhe nëse do ishte lej, do ishim dy goca me fat sot. Në favor tim gjithmonë, po këtë radhë në favor tënd. Bruno, si të kemi? Shumë mirë, mirë në përgjithësi. Mirë, si të zhdukur ky Big Brother njerë? Unë e kam dhënë shpesh mendimin tim, por tani do e them pa filtra fare, një çmendim e vërtet. Në më kështu themi për vite dhe aty ngulemi. Po pra, e vërtet është. Po shiko, ajo të bën, domethënë që ta ndjekësh më shumë fakti që të gjithë janë personazhe të tillë që të mbajnë ngjeshur mbas ekranit. Edhe më pëlqen ajo pjesë. Tash mendim për vetë faktin se ti nuk e di se kur do plasi një sherr, domethënë. Edhe kur janë duke e qeshur. Është vërtet. Kur vonon 10 minuta pa plas asnjë sherr, fillon edhe vjen çuditë. Po, çka ka ndodhur? Tamam si ajo shpreha, zihesh duke ngrënë baklava. Çka keqim shef s'po të çop, po pse s'më shef, jam i bukur. Pra, pse s'më gjuan. Po Bruno, m'fal se ndërhyjnë. Shumë kompleks, domethënë si Big Brother në sajt të personazheve që kanë fut, por mendoj se tani në vijën e finishit çdo gjë bëhet prap shumë më intensive dhe mund të shohim edhe çuditëra. Të tipit për shembull. Duke u bazuar edhe nga deklaratat e konkurrentëve aty, presim të plasë një bombë, ndonjë kamikaze aty brenda. Po, si ç'kemi thënë dhe e mbajtëm, domethënë është vazhdimi. Situatat kanë qenë super të larmishme gjatë gjithë kësaj jave, por prajmi i djeshëm le të themi që kishte disa pika kulmore, e para Laerti finalist dhe pastaj një takim midis Eglit dhe ishte dashurit të saj. Domethënë si e pe të gjithë këtë situatë. Po nis nga fillimi te pjesa e Laertit, në një deklaratë publike në emision, un kam thënë që do jetë Laerti ndryshe nga të gjithë panelistët e tjerë që po thonin Egli gjithë, edhe patëm një diskutim shumë të ashpër, le të themi, për televizionin, ku un shpalosa gjithë faktet pse Laerti duhet të jetë finalist. Edhe ishin të njëjtat arsye që dhe Laerti dha gjatë spektaklit, si për çudish çdo fjalë ishte e njëjtë, edhe pjesa e prekjes së fesë, edhe sqarimi që bëri ishte i njëjtë që mu dhashte në intervista, edhe mendoj se ishte e meritueshme. Gjithashtu besoj dhe Rozana mendon se janë të dy të merituar, le të themi, dy të parë. E kam thënë që në fillim, po. Edhe Rozana për mua është një finaliste e denjë, ka çdo dinamikë e saj ka qenë kryefjalë në atë shtëpi, edhe çdo kush që ka krijuar dinamika, përsëri Rozana është gjendur në ato dinamika. Është rrotulluar aty. Me që jemi të parashikime, të falet më pas vazhdojmë edhe më tej. Ke një parashikim se kush do jenë të tjerët? Dy të tjerët? Në qoftë se Gjesi dhe Egli siç premtuan nuk
që do dilin nga shtëpia nuk do dalin, por nuk dolën se u pa. Por nuk do dilin, e dinim dhe ne dhe ata vetë. Të gjithë e dinim normalisht. Që ishte thjesht një batut. Me meritokraci, mund të them do jetë Gerta, sepse është që nga fillimi Big Brotherit konkurrentja e vet me Rozanës edhe kanë luajtur atë lojën me njëra tjetrën kush është më mirë. Kanë qenë, le të themi që disa prajme kanë qenë gjithmonë të dyja. Edhe mendoj Gerta e meriton, por jam në dilemë në lidhje me të dytin. Mund të jetë Gjesti? Ke dilemë për Gjestin? Po thua. Kam dilemë për Gjestin. Cilat janë arsyet, po? Me meritokraci unë mendoj që duhet një imazh si Danja për shembull. Edhe Aldo që doli, unë mendoja se do ishte njëri prej tyre ose Danja ose Aldo që do ishte në finale, pasi janë elemente të tillë që e plotësojnë atë tablon e finalistit, domethënë të qetë, njerëz që luajnë jo në rogoz, që luajnë si thua me pozitivitet, kanë ato ngjyrat e hapura që në fakt Aldo është komentuar që ka luajtur në rogoz. Unë jam dakord me komentet që janë bërë për shumë prej lojtarëve, siç është në këtë rast edhe që Rozana me Laertin janë lojtarë të tillë që luajnë më pist nga gjithë Big Brotheri, më pas u bë Jozi që luante më pist, tani presim dal në një tjetër. Edhe nuk jam dakord, po, sepse domethënë sipas teje, kjo finale e së shtunës mund të ketë surpriza, sepse një pjesë e mirë e publikut mendojnë që Gjesti është i padiskutueshëm. Ti mendon që do të jetë Gerta dhe jemi midis pra Gjestit edhe Danjës, po thua. Gjestit edhe Danjës, po shiko, duke parë atë, më fal për shprehjen, histerin kolektive që bëhet Gjesti finalist, mendoj që Gjesti do jetë me një logjik të thjeshtë. Por duke marr parasysh që në Big Brother të kaluar, po thua nuk. Po duke marr parasysh Big Brother të kaluar që jo çdo kush që komentohet, që ka më shumë dinamika në çifte dhe bën këtë lloj loje, shpesh nuk është as fitues. Në shumicën e rasteve që kam parë unë, të paktën pa i përmendur, nuk kanë të bëjnë numri ndjekësve në Instagram, nuk ka të bëj sa like vete, se këto më duken pa sens, duhen vota. Edhe është testi më i madh për Gjestin që të marrë këto vota dhe nga diaspora. Me që jemi tek parashikimet dhe dëgjojmë parashikimet deri në fund. Nga këta finalistë pastaj kush mendon se ka më shumë mundësi dhe për të qenë fitues? Mendoj, domethënë dëshira ime është që të jetë Rozana. Sa bëre qefin edhe kolegës. Unë respektoj mendimin e Gjestit. Unë nuk e di afare një që mbështes të Rozanën se e ka sharë në një dimensione. Normalisht, shiko. E ka bërë telef. Duke marrë parasysh dinamikat edhe unë pozicionohem si të thuash në bazë të lojës. Në bazë të lojës. Në fakt e meriton se ka qenë nga dita parë. Se me thënë të drejtën ka pas ca raste që edhe unë që kam shoqe thoja po pse? E njëjtë edhe për mua, po në këtë pikë të lojës, domethënë fakti që Rozana e pa diskutueshme edhe në atë duon me Gertën triumfoi, mendoj që i vetmi që sipas komenteve dhe mesazheve që mund t'ia vjedh fitoren është Gjesti, por as pak me meritokracinë atë që unë quaj dikë që ka gjithë ngjyrat e Big Brotherit për të fituar. Me thënë të drejtën, me hyrjen e Gjestit lëvizën goxha ujërat në shtëpi, nuk mund t'ia heqim këtë merit. Pra të gjithë cepat e shtëpisë u tundën, u ngritën njerëz nga gjumi në kuptimin e parë të fjalës, që nuk fjetën, pra filloi të luante në limit, ka le të themi në gjithë këtë rrugtim dalje të banorëve të tjerë me Zarfadzinj, më thënë ka pasur goxha dinamika. Unë jam shumë dakord me këtë pjesë dhe do ta them pse. Sepse vërtet është quajtur, këto janë komentet që shohim nga doja, thonë që ai zgjoi nga gjumi, po më fal pak, ata dy javë. Jo zgjoi nga gjumi, unë e thash në kuptimin e parë të fjalës, i la pa gjum. E vërtet, da ajo, por dua të lidh pjesën e rrugëtimit të Gjestit, që nga fillimi Gjesti ishte një lojtar i përgatitur nga një Big Brother i kaluar me gjithë eksperiencën e marrë prej andej. Lojtarët që ndodheshin te Big Brotheri këtu kishin gjithsej 2 javë dhe unë nuk kam parë në një Big Brother që brenda 2 javësh të bet nami. E kupton, edhe Big Brotherat që kanë thyer rekorde edhe këtu te ne, 2 javë të para nuk është ndjer fare ai fituesi. Po marr shkas nëse më lejo të përmend edhe pjesa e Eglës edhe Luizit, nuk kam pas ndonjë dinamik 2 javë të para. Kështu që normalisht Gjesti kishte perfeksionuar, e kam thënë, hapjen e gropave në Big Brother i kaluar edhe erdhi direkt aty i gatshëm që të shpaloste lojën e vet. A ka ndikuar kjo që thua në një lodhje të këtyre sidomos ditëve të fundit dhe javëve të fundit të Gjestit, fakti që ka më shumë se banorët e tjerë izoluar, nuk di ç'bëhet jashtë, një lloj lodhje psikologjike më shumë se të tjerët?
Mendoj se po, është normale, se po të marrësh Big Brother Italia, rrin 200 ditë me Sadiun ata. Kështu që nuk është ndonjë zgjat më shumë, po. Më shumë se 200 ditë, po, dhe Gjesi nuk i ka bërë me Sadiun ende 200 ditë. Kështu që mund të them që kozgjatja nuk ka të bëj, po ka të bëj fakti i dinamikave që ai formoi në këtë Big Brother. Normalisht që të lodhin pasi ke njerëz të ndryshëm që u morët e Big Brother i kaluar, njerëz të ndryshëm këtu, personazhe komplet tjetër, ai e shpreu edhe dje në Prime që në këtë Big Brother janë emra të mëdhenj, janë njerëz të arsimuar, janë të rritur në moshë shumica, nuk ishte si në Big Brotherin e Kosovës ku ai kishte shumë të rinj që janë të moshuar. Po pra, ishin 7 çifte thaj total tek Big Brother Kosovë, 14 veta ishin çifte me njëri tjetrin. Kështu që ishte një tjetër, një sekondar për se kemi publicitet, po ti nuk mundet. Patjetër nuk mundet turp, të vi rend. Publicitet.